Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës e kanë vazhduar aksionin e tyre. Para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, ata u gjendën edhe para ditën e sotme, duke bllokuar hyrjen në shenjë proteste ndaj mosvazhdimit të seancës konstituive të kuvendit. Deputetja PDK-s Eliza Hoxha tha se ka ndalë para qeverisë për të bërë një pyetje të vetme për deputetin Kurti, i cili e ka uzurpuar pozitën e kryeministrit bashkë me ministrat e tij. Që nga dita kur e kanë dhënë betimin si deputet, jo për që nga certifikimi i rezultateve, ata qëndrojnë ilegalisht në pozicionet të cilat i ushtrojnë edhe sot, për çka dhe ne jemi mbledhur sot këtu, për të mos e lejuar hyrjen e tij në zyrat e kryeministrisë. Ndërsa deputetët e Aleancës u drejtuan në një konferencë për media, shefi i grupit parlamentar të Aleancës Besnik Tahiri paralajmëroi kallëzime penale ndaj kabinetit qeveritar. Ndaleni kapjen e administratës shtetërore se s'është e partisë, asnjërs parti, po është e Kosovës, zyrtarëve të saj. Mos ju bëni presion për me shkeligjin dhe mos ju bëni shtypje për me marrë vendime që nesër do të janë vendime me karakter penal. Mos i përdorni institucionet e shtetit për zgjatim të partisë. Kosova nuk është dhe nuk ka qenë dhe kur s'ka me qenë pronë e asnjë partie. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti derisa po qëndronte në vendosjen e gur themelit të parkut industrial në fshatin Livadic të Podujevës, është pyetur nga gazetarët për krizën politike, por nuk është përgjigjur. Në Kosovë skena politike po përballet me një ngërç të ri institucional dhe krizë rreth zgjedhjeve të presidentit pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit 2026.